Data 21 janar do të regoj se ka opinion publik në Shqipëri që të përgjigjet abuzimit me pushtetin dhe marrëzisë së pushtetit. Dëgjojeni logjikën e marrëzisë aktuale të kryeministrit Sali. Ministria e Saliut, ministri i Saliut, zyra e ministrit Saliut, zëvendës kryeministri i Saliut, policët që ruajnë ministrin të Saliut, bile nga fshati Saliut shumica dhe nga fshatrat rreth fshatit Saliut. Por inqizimin e ka bërë ama. Ky është një silogjizëm i zhvejkut, pra i marrëzis. Pse? Vërtet mendoni se kryeministri Sali e mendon kështu? Jo. Kjo të regon fakti që se mendon kështu. Fakti që bërë silogjizëm të tillë të marë, të regon se ditë vërtetën. Fakti që ditë vërtetën dhe mbulon atë, do të thotë që është implikuar dhe ai në këtë aferë. Fakti që është implikuar në këtë aferë, duhet largohet një orën parë. Kjo është logjika aktuale, kjo do jetë logjika e opinionit publik shqiptar, me këtë ngarkesë do vinë qindra mijëra shqiptarë në datën 21 janar të japin fund kësaj çështje. Ose ka 4 ditë kohë të japin dorëheqjen, sepse ata do vinë të kërkojnë dorëheqjen e kësaj, largimin e kësaj qeverie, në mënyrë që shqiptarëve të jepet përfundimisht e drejta të votojnë të lirë, të kenë prosperitet dhe perspektivë në vendin e tyre dhe mos ju thonë se jeni më të pasurit në botë kur janë dhe e dim që jemi më të varfrit në Ballkan.